anglezve shumë bre u don biznesin? Se po menon ashtu. Po pa i qëto se në lidhin me biznes. Let's get down to business. I'm busy, këto krejt rrjedhin pi fjallës biznes. That's none of my business, a pëshe? Why don't you mind your own business? O ju, s'kom Çka s'ki? biznes dhe? Just pat lidhe me business? O po a? Mind your own business është një thënie angleze e zakonshme e cila kërkon respektimin e privatësisë së njerëzve të tjerë. Kjo do të thotë që ne nuk duhet të përzihemi në punët e njerëzve të tjerë. Edhe në gjuhën shqipe e kemi fjalën e njëjtë, që është shiko punën tënde ose këshire punën tënde. Për shembull, nëse dikush komenton diçka që nuk i përket atij, ne lidhërisht mund t'i themi why don't you mind your own business? Që i bie pse s'po e shikon punën tënde ose pse s'po e ftyr punën tënde. So, mind your own business. Disquiz. Çka ki pash zotin? Po e mësoj këtë shprehjen blessing in disquiz. Po t'ingllon diqysh si disco, si me qenë disco edhe me qenë i bekum, blessing in disquiz. Fillimisht nuk thuhet disquiz, po disguise, edhe e dyta nuk ka të bëj kurgjo me disco. A po a? Po. A blessing in disguise është shprehje ose idiom në gjuhën angleze që i referohet idesë së diçkaje që mund të jetë fatkeqësi, por mund të ketë përfitime të papritura. Ajo në gjuhën shqipe përkthehet se çdo sherrë ka një hajër apo çdo gjë e keqe ka një të mirë. Për herë të parë, Blessing in Disguise u përdor në himnin e James Harvey, Since All the Downward Tracks of Time, në 1746, por sot përdoren në fjalime të ndryshme, tregime, romane, shumë gjëra tjera. Sinqerisht nuk është diçka e lidhur me disco, por është si shprehje që do me thonë çdo gjë e keqe ka një të mirë. Sued, a mund të shmenzar diçka për ngjyrë s'koltër, a? Qysh po menon me nxjerr? S'kom qysh me mendu, thjesht nxar diçka nga nxar ngjyrën e koltër. Të prekshme po menon, a? Po të prekshme, të pa prekshme, thjesht në nxar ngjyrën e koltër. Jo, valla, unë kov naj super minimum konti se ty be jo. Out of the blue, out of the blue. S'po marrok, you get the blue color and you get something out of... Yes. Out of the blue është një formë e evoluar e një idiome të vjetër. Një rrufe nga qielli 4 ose një rrufe në qiellin e 4. Një rrufe në qiell është një veprim i pa pritur që ndodh. Një rrufe në qiell të pastër blu me diell. Kur do herë që ndodh një veprim i papritur, ne përdorim shprehjen si out of the blue, si në shqip si me pikë nga qielli ose papritmas. Prandaj ne e përdorim këtë frosë për të treguar një situatë të papritur. Oj në foka jeme, oj në fokë preme. Edhe me për mujeti. Punon është poshtë zotin. A din çka i bën në fokë në desh? To sleep. Që i bën në fokë të sleep? Apo ti çka i bën në fokë shqip, mas fare? Po në fokë ri në fakli. Kur flan gjom, gihesh në gjom, i në fakli. Që shë lidhe gjuhën me në fokë? Vedi jo në shkove ti angles. Let's sleep on it është një mënyrë për të thënë si ju duhet më shumë kohë për të menduar për diçka, dhe se nuk doni të merrni një vendim të shpejt për të cilin mund të pendoheni ose të ndjeni kaq më vonë. Gjithashtu, nëse jeni në gjendje të flini, atëherë ju jo vetëm që do të keni më shumë kohë, por gjithashtu do të keni një mundësi të mos mendoni për atë çështje për pak kohë. Pra, në shqip i bie ditë e re në fokë e re.
Hit the books, Jack, and don't you come back no more, no more, no more. Së konga të books, Jack. Hit the road. Po më në me mësu që shprejën hit the books, po këtë është kur merë në rrugë të lortë e merë në libër me veta diçka. S'ka të bajk ku gjo me rrugë. E me qka? Po kjo dhe meg i bje me nëzaj ka rritë, me një obzër, me kop libër, me mësu. Qy, po qa po lidhe ka rika këtë, qy. Hit the books, po lidhe, hit the road, po lidhe. Hit the chairs, po lidhe, po qy. S'lidhe, Hit the books, Jack, and don't you come back no more, no more, no more. Megjithse origjina e saktë e kësaj fraze nuk dihet, ne atë mund ta ndërlidhim me idioma tjera të ngjashme, të cilat fillojnë me shprehjen hit the në fillim. Si për shembull, hit the nail on the head ose hit the sack. Fraza to hit the books apo me nxjerr karrigen është përdorur që nga mesi i viteve 1900. I have an exam tomorrow, I need to hit the books tonight. Avisa që kom zatu? Qka? Që kom zatu dhe? Po fletës vrastësh, s'ka vizatim këto. Po që sta anglisht që shtu e kishin diçka si I drew a blanket, qështu, s'pëdi që më tregu. E pse po thuash këto? Po ekziston shpreha I drew a blank. Po. Ani draw pi vjen koha tashme, drew pi vjen koha kalume, që pi vjen I drew a blank, do me thonë kom zatu diçka si zbrasi abstrakt, si s'pëdi që më tregu. Po to draw a blank s'ka lidhje me vizatim. Përdoret kur mbet pa fjalë, si kur thojmë na mbeta, unë griva. Po dhe po, mirë. Shpreha besohet të ketë origjinën në Amerikë dhe I referohet të qenit pas zgjidhjes. Mund të përdoret në pikpamje financiare kur mbetemi të pasgjë, por mund të përdoret edhe kur mbetemi të habitur pa fjalë. Në shqip mund të themi mbeta, ngela, unë griva. I drew a blank. E qysh angles ja dredhin dorën një tjetrit. Shpona? Qështu bre? Të twist o zarma. Po dhe të twist, api vjen mja dredh dorën. Jo, kjo s'ka lidhje me drejt dorën, ka lidhje me mbush ose me ndryshu dikujt me dhimin. Pra, api vjen mja ndryshu mendjen me dhunë. Jo, po tash ashtu I thuhet. Po dhe që ashtu. Kjo shprehje përdoret kur dikush nuk pajtohet me ne dhe dëshirojmë t'ia ndryshojmë mendimin apo ta bindim se diçka duhet bërë apo vepruar ashtu si ne mendojmë. Shpreha për offership është me ndryshu mendjen e dikujt. Shembull, I did not want to attend the concert, but he twisted my arm into it. Leopordi shumë kopshë që deqma. Pse po thuaj që deqme? Qës pëndrëgata në korë. E shëndrëna? Po, a leopard doesn't change spots. Po s'bja edhe po spots përveç venet është njërë. S'pëdi që me ta lidhë me në shprehje tonë. Jo, luti kej. A leopard doesn't change its spots, ose një leopard nuk I ndryshon njollat, nuk kupton që një njeri nuk mund ta ndryshojë karakterin e tij që e ka nga lindja. Shprehja e ngjashme në gjuhën shqipe është ujë kuqime në ndëron zakonin se haran.